Unë kam pas rastin të njoh të tërë këto. Të katër? Të katërt kemi biseduar, kemi bashkëpunuar të me radhë. Dhe është një rast unikal në jurisprudencën botërore. 11 të dënuar me vdekje nga në gjyqin e Nurembergut për nënsis për 50 milionë vrarë. Dhe kjo është e pafalshme, është e padrejtë në mënyrë absolute asimetrike. Dhe kur vjen puna, flasim për drejtë e njeriut e të me radhë, tu janë shkelur me dy këmbët. Dhe reagimi ndërkombëtar tepër i vakët, dhe nuk di që them, janë rasti unikal në botë që të keto. Si e parashikon gjykata, mund të japi një Tashti do presim. Ka zëra që paktën çfarë është shkruar në media, që është më thatë që mund të shpallet pafajshëm, po 3 tjerët mund të dënohen. Tani çështja është sido që të dali vendimi i gjykatës, në sy të opinionit, jo shqiptar, po ndërkombëtar, to janë të pafajshëm. Të njerëz të thjeshtë, të njerëzit që merren me këtë punë. Sepse është tepër e papranueshme që të nisi një gjyq, të ngrihet një gjykatë. Gjykata, e di për çfarë është ngritur në fillim fare. Është ngritur për trafikim organesh. Dhe po t'i thuash njerëzve në opinion, dhe Serbia e hodhi këtë fare. Shtëpia e Verdhë në Burrel. Po shtëpia e Verdhë, unë kam qenë deputet, ti di, unë kam qenë tek ajo. Ti ke qenë shumë aktiv në atë kohë. Ti kthehemi asaj shtëpisë së Verdhë, edhe aty thanë kanë hequr organet e kështu. Se ajo domthon luftë ka filluar në Shqipëri në fillim fare me Carla Del Ponten. Ajo ishte. Pastaj Dik Marti e vazhdoi këtë luftë, këtë përpjekje për të bërë në mënyrë. Dhe po mos ishte kjo fabul, ndoshta kjo gjykat nuk ngrihte. Se po t'i thosh diku, e kanë kap të gjallë, i kanë marrë organet, i kanë vdekur kështu, e thanë ç'është ky makabritet. Njerëzit mendonin, unë kam qenë atë kohë në deputete, pa ta shkuar një herë edhe në Danimarkë, pa ta biseduar me ca njerëz. Po thanë ka kështu, po ta vërtetojnë që nuk është. Por nuk më ndodh. Se dhe Shtëpia e Verdhë mendoheshin domethënë që janë vrarë një herë 100 veta. Edhe janë varrosur. Ku janë varrosur? As varrës kishte, as gjë kishte. Dhe në Shqipëri. Edhe në fantazitë e regjisorit Quentin Tarantino të Hollywoodit nuk ndodhin këto. Landi, në Shtëpinë e Verdhë në Kosovë kanë ardhur gjithsej 107 stacione të huaja televizive. Në mat. Nga Japonia dhe nga Kriu. 107 kanale televizive. Ua. Dhe asnjëra prej atyre nuk tha që këtu ka pas masakër. Që të dyshonin paktën. Që dyshonin. Fare. Po si ndodhi, po si u përmbys pastaj? Gjetën një shtëpi, kjo Shtëpia e Verdhë, në një fshat të jo të humbur, një fshat domethënë po larg Shtëpia e Verdhë. Gurë vogël. Gurë vogël. Edhe unë shkoja takoja zotin e shtëpisë, se ndërtuam një urë atje me Urbeli kur bëra deputet unë. Dull Katuçi ka qenë zoti i shtëpisë, edhe rriti, futsim në gotë rakine dhe thonë, e puna serbe, o deputet se u bë, çfarë serbësh? Kanë ardhur na, thashë ka nga rakia, një herë, 2, 3, 4 e pyes pastaj, të interesohen, pa u hap kjo punë. Fare, domethënë. Po. Edhe thonë, ka ndodhur, kanë ardhur kështu me radhë, i kanë nxjerrë nga shtëpia, i kanë në gjithë natën jashtë, kanë parë ca njolla gjaku aty, që mund të kenë qenë ose therja në bakti ose lindjen e fëmijë, dhe kaq, një shtëpi krejt e thjeshtë, pa ujë, pa rrugë. Ku është e mundur që pa scenarje kështu? Por e tentativ, fatmirësisht në atë kohë nuk heci në Shqipëri dhe u kthyen mbrapsht. Të njëjtin skenar filluan të bëjnë në atë. Dhe thashi pa thënë që neve, domthon kjo është e pamundur, domthon është hedhur poshtë, po gjithsesi ishte pa mjaft. Kjo domthon forcat hesin përpara. Tani dikush e ka thënë që këtë për Shtëpinë e Verdhë kanë bërë 2 gazetarë shqiptarë që nuk jetojnë më në Shqipëri tani. Është vërtet kjo? Nuk ma do mendje, nuk e jo. Nuk është ashtu. Jo. Nuk është ashtu. Domthon ato u gjet me Google me gjë se ishte koha domthon kur organizoheshte kjo UÇK-ja. E thoshin jo kanë ardhur këtu, kanë bërë këtu e ngatruan. Pastaj e lanë në Shtëpinë e Verdhë, jo e bën Kukës në Shqipëri, domthon munduan që ta bëjnë këtë punë dhe nuk funksionoi. Funksionoi këtë. Dhe ç'ndodh tani? Qëllimi për cilin u ngrit gjykata speciale ishte komplet tjetër. Ishte komplet tjetër. Tani ti më ke parë shtrembër, më ke fol kështu, më ke bërë, masaj në luftë ka qenë.
Po pse atëherë nuk ngrihet një gjykat tjetër në Kosovë për përdhunimin e nënave dhe të motrave tona kosovare? Janë 20.000 raste. Ç'ndodh sot, po të thot filan sportist për Ronaldo, thot para 15 vjetëve në filan hotel ka pash 13 kamarierë dhe ajo ngrihet një padjetje me radhë. Është një çështje shumë sensitive sot për element të veçantë kështu dhe nuk ngrihet një gjykat për të parë domosdoshmë si është e mundur që ka ndodhur ky fenomen. Domosdoshmë qofse do t'i shkojmë të drejtës deri në fund. Edhe këto i kanë bërë serb me emër, me mbiemër, me adresa, me gjithë. Ju parashikoni që gjykata të jap pafajësi? Unë mendoj këto janë të pafajshëm. Jo, të pafajshëm e dim, po parashikimi. Domethënë, parashikimi të shohim tash domosdoshmë se si do të numërojnë këto, por në syt edhe të njerëzve të thjeshtë, edhe këto domethënë është diçka e absurde. Foto tjetër. Kamera Malli për që ishe deputet? Po, e kujtoj me nostalgji, me... Ju ndojtet një mandat? Dy mandate? 2 mandate. E kujton me nostalgji? Pa, kujtoj. Ishte eksperiencë shumë e bukur. Shumë e bukur. E ti ishe një deputet model. O sa gjërat bukura ke bërë që Malmin Xhoxhi, sikur ti ishin deputetët sa gjysmë asaj që ke bërë ti. Je munduar. Po edhe gazetarët të doni të vinin mua atje në zonën tënde dhe ti. Si ka qeverisur zoti Rama në këto 13 vjetë? Shiko, Shqipëria ka ndryshuar. Tash realisht ka hece përpara, kupton, por duke qeverisur për një kohë gjatë, dalin edhe është konsumuar thua? Unë mendoj që konsumim nuk do thonja, por ka më tepër përqendrim pushteti se sa një demokratizim. Mendoj që demokracia ka qenë në hapa, ka qenë më zhvilluar përpara. Tashi, kur thua për zotin Rama për marrë përgjithsisht një klasën politike. 2005 kur kam qenë deputet, edhe për bërja parlament mendoj që ka qenë më cilësore. Po patjetër. Ashtu siç ka qenë më cilësore viti 91, në krahasim me 2005 në 98 e më radhë. Dhe këtu edhe opozita ka qenë më aktive si EPS-s, PD-s në vitet e para kur ka qenë. Ndërsa sot kemi një impakt edhe të opozitës. Kemi një impakt të shoqërisë civile, të tryezave, të debatet dhe me radhë. Domethënë jetojmë në një epokë më të përqendruar dhe jo e darovitur të gjithë këto. Pse kam pak demokracinë në Partinë Socialiste? Pse? Tani ç'ndodh? Po të shikosh sot për shembull, më hapë një temë, nuk kam shumë qejf se e di. Çështja është këtu, në qoftë se për shembull një opozitë që do të vinë pushtet, patjetër duhet të ofrojë një alternativë. Alternativa jo kur vijun pushtet do qeverisë më mirë, por çfarë do bëj? 1, 2, 3, 4 gjëra të bëjmë më mirë. Dhe parlamenti do të përdoren në mënyrë më efikase. Se shumë kollaj të bësh zhurmë me hike, unë nuk jam kundër edhe me radhë. Vesh flakën? Absolutisht jo. Ka hika jo kohë. Çështja është domethënë që duhet të jetë më pragmatiste. Po marr shëndetësinë, po marr nuk domethënë unë po të vi do të bëj këtë. Po nuk mund të thush që kur po të vi unë pushtet do i bëj rrogat e këtyre 2 fish më tepër, 3 fish. Çfarë do i bësh? Do të punosh më tepër, do të jetë më tepër, duhet kapesh disa tema domethënë që njerëzit të besojnë. Prandaj jetojmë në një epokë, të mpakur, domethënë politikisht edhe demokratikisht e merre si duhet. Foto tjetër? Ju në fakt e përmendët, po do të thënë se këtë duhet nëse kjo është qeveria e re. Ju e përmendët që thatë që përbërja e Partisë Socialiste ishte shumë cilësore në vitin 2005, madje unë do të thosha zoti Xhoxhi ka qenë më cilësore akoma përbërja e Partisë Socialiste edhe në vitin 90. Jo, po e thashun, edhe përpara. Jo vetëm Partia Socialiste, edhe partitë e tjera. Tani, pse këta që janë më të arsimuar, kanë diploma jashtë, janë më pak demokrat se sa ju që nuk e dini ç'ishte demokracia. Si ka mundësi? Megjithatë, është herë unë nuk dëshiroj të bëj ndonjë koment.
E kuptova, diplomat mbete zoti Minxhozi gjithmonë. Jo, problemi është që ende domethënë nuk mund të. E kuptova. Foto tjetër. Se kam ja dy gjëra të bukura, kështu që dua ti ndaj me ty. Këtu mos më thoj këtu që s'do japësh një koment. Këtu janë gjithë kryeministrat, 33 kryeministrat. Tani më thuaj një kryeminist që ti e çmon, e vlerëson për atë që ka bërë. Jo vetëm këta mas në 10-ës, ose edhe këta mas në 10-ës, ti e di. Po unë do të thoja diçka, do t'i kapën se kam parë një pyetësor që është bërë një studim. Tashi çdo kryeministër në kohën e vet, se duhet lidhen me kohën, ka bërë hapa, Shqipëria nuk lindi në 2026. Sepse kemi bërë dhe bashkë në një debat një në rrugë për hidrocentralet. Për shembull, thuhesh se këto hidrocentralet kishte edhe zëra që edhe të burgoset, e pa vërtet. Hidrocentralet më të mëdha janë bërë në atë kohë. Kush i bëri? Janë bërë në atë kohë. Hidrocentrali Fierzës ka qenë nga më të mëdhejt. Dhe shfrytëzojmë ne sot. Po. Hidrocentrali Vaudes, hidrocentrali Shkopejdulle, të gjitha hidrocentralet. Dhe sot janë bërë mini hidrocentrale me problematikat mëdha. Procesi ka filluar që nga viti 2000 me radhë. Për 1 mega, 2 mega, kupton, nuk kemi bërë një goditje të madhe si të asaj kohe për zgjidhur problemin e. Po si arriti Shqipëria? Tani për shembull, po flasim për kaskadën e Drinit. Po? Kemi 5 vjet, 6 vjet, 10 vjet, 15, si do të bëhet, Skavica do bëhet, kemi ngel aty. Nëse ata e bën, për sa vite u bë Fierza? Shiko, janë bërë shumë hidrocentrale në atë kohë. Jo, Fierza për sa u ndërtua? Në Fierz kam qenë edhe vetë atëherë unë. Ke punuar, ha? Kam punuar në Fierz. Wow. Kam qenë 3 vite gjysmë dhe Fierza është. U bë stazhin apo çfarë punoi? Stazhin, mas stazhit ndeta pas sa kohë, por duhet kemi parasysh që ai hidrocentral ose si gjitha veprat e elektronikë si në kohën vitet 50, 60 kanë qenë rusët, ndërsa pastaj më vonë kemi pas një ndalesë dhe kanë marrë hofte e jashtëzakonshme me kinezët. Vaudes është projektuar dhe zbatuar dhe financuar nga kinezët. Fierza, po kështu. Dhe u bë pastaj Komani është projektuar nga ato, po u bë ndërtuar me forcat tona, që në veri u mbush mendja që ne i bëjmë vetë të gjëra nuk i bërë, dhe Shqipëria shkoi pastaj mori një dishes pariparueshme, sidomos periudhën 80-90. Po periudha 68, 78, 10 vjeçar, jo vetëm hidrocentrale, por shumë vepra të tjera. Ishte mirë? Domthon financuar nga Kina me makineri moderne, me gjëra. Nuk mund të themi ne jo i kanë ndërtuar këtë. E kujt ishte Merita? Merita ishte domthon atyre që na ndihmuan, natyrisht edhe i specialistë, inxhinier, janë ndërtuar. Shikoj, kemi pas inxhinier shumë talentuar, shumë më tepër se sot. Për shembull në hidroteknik ne kemi qenë me profesor Faradyn Hoxhën, Emin Musliun, Ismail Ahmetin, e tjerë me radhë janë. Sot nuk flitet. Po juve çfarë punë të bëni në hidrocentralën e Fierzës? Unë kam punuar, kam bërë një punë shumë të vështirë në atë kohë, me stazh që ishte, kam punuar në kuotën 175. Bënim çimentimin e shtatit të Drinit afër digës. Domethënë, qofse ke qenë Fierzë. Ju se kishim mbaruar, kam qenë në Fierzë. Kam mbaruar shkollën e mesme. Gjimnaze dhe shkollën atje. Atëherë kam pas qenë edhe disa politikanë të sotshëm. Dashej, Kenceruli. Ka punuar atje? Po kam punuar nga një vit kanë qenë ato atje. Stazhin. Atje bërë stazhin. Po dhe bërit beton atje për shtratin e lumit? Për shtratin e lumit dhe domthon diga hidrocentralit është ajo që shikon sot. Po. Po ka tashti edhe një sasi, se është kur themi 296 metra, është nga poshtë, nga shtrati i lumit deri sipër. Po. Tashti nga 180-200 metra ka një digë të nëndeshme. Ç'a thua? Që është bërë, është e cimentuar. Për të parë gjë këtë. Është cimentuar ajo dhe nuk është më diga 300 metra, po është 500 metra. Domethënë nga shtrati i lumit edhe poshtë ka beton? Beton sa? Me kështu, domethënë 175-200 metra. Ua. Edhe faqet e malit janë të cimentuara gjithashtu. Dhe ç'bën kjo krijohet tashti një hark i madh betoni që mban çdo lloj presioni.
Dhe hidrocentrali Fierzës e i Komanit e gjitha ato janë të garantuara 1.000.000%. Sa është po zgjatja? Kush? E përjetshme. Tashti ato fillojnë pastrohen, aluvionet. tunelet e një tjenë duhen pastruar, tunelet e shkarkimit e tjenë me radhë, po baza atje... Prurje që sjellin dhera... Tashti ishte një pus cimentimi, thënë, ishte një këtu, ishte një mas 2 metrash, një mas 1 metër gjysmë, një dëmë mund të ishin në një sipërfaqe 500 metra, mund të ishin 200-300 puse.